Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve. Po ta shikush treshin me në telefon. Alo? Një shënim tek platforma e bashkëqeverisjes, ke një hall shëndetësor, një arsye shëndetësore. Çfarë problemi ka? Kush? Rama. Ua, kush qëm ka? Unë vdes për të. Po kjo është bota. Dje në takimin me banorët e njësisë numër 4 i dash lule. Më puthi. Çfarë artisti. Po mirë jemi. Mirë për Zotin, gjunaf muqa. Gjunaf. Sidomos shëndetësim falja se bëre. Faleminderit, shumë faleminderit. Ja, gjunaf të vret Zotit qashtë të vend. Tash kemi çik merak vetëm atë spakun. Na ran qafa burr. Ngeli të umar tani. Ha të keqen, shikoje vetat muhabet, hajde. Po të marr sepse ke lënë një shënim arsye shëndetësore. Tani ke arsye shëndetësore apo ke problem gruan, se s'po të kuptoj. Si belën time dhe thot, se për ka e ka belën time. Jo belën time, jo belën tënde po them unë. Po jo më të shpërëm punë me gruan time, gratë e mia i kam në rregull, shiko gratë e tua. Më gratë e qeverisë, ë? Atë shikoj pak të se më kanë shkruar edhe nga populli, më kanë thënë që kujdes të me prioritet ma shiko pak. Nesër në mëngjes do vinë mjekët në shtëpi. Mos lëvizni nga shtëpia, do vinë mjekët në shtëpi, do ta shikojnë edhe të shikojmë çfarë do bëjmë. Hajde të ketë në gjatë grua e njerë, ta marrë ta dish se pa gruan e di si bëhesh ti apo jo. Ti nuk e kupton që ai e ka me mua? Se kuptova. Nuk e kuptova, është gratë e mia, ç'pun kam unë me gra. E kuptoj. Hajde lër. Po leta nëse ka njerëz. Lëre. Hajde të puth. Hajde, qa. Të falja këtë nga Renat. Hajde, të puth. Qa. Hajde, pa mërë. Na mbyte me të puthura, po ti hap televizorin e më shef në televizorin që ose nuk më beson. Si s'ta besoj? Po ta besoj unë ty si s'besoj që e ti. Që po flas me ty, po sigurisht që të besoj, unë jam këtu, unë po të më them të puth. Kujt i them të puthut? Se beson, thot, se beson ju dhët që jam unë. Ua, si se beso kemi ne? Ti e beson që është ai? Ua, mos e beso po desh. Po që shkri muhabet? Hajde. Ta them kështu si në konfidencë, shiko gratë e qeverisë po ta dredhin pak. Dakord? Ta them si mik. Hajde se po ta luajni çik. Hajde. Hajde mos shiko gratë e mia. Hajde, të puth. Hajde. Me kujdes aty, me kujdes, se ke gjithat barr. Hajde. Mirupafshim. Me emocionoj tash. Si djerës në zorë. Nuk vazhdoj dot më. Mirupafshim. Pio Marset, ku ke pita pif të drejtë që mund në kuk të gërmazut të shala se më thyve në mes. Moj s'kam pi fare, po nuk e di qa kam, lëvizin këmbët vetë, po të them, nuk e di qa kam. Pullu, sa tu. Renato, të betojmë nuk kam pir fare. Po që nga protesta e fundit të opozitës, nuk e di më ka ngelur kështu, më ka ngelur si ves. Edhe më mungon ai gazi që thithja atje, më mungon pa fund. Ore, të kam thënë unë si budova rrugëve, po të them, se lenam. Zjodha të puth me erën, se era të puth më letë se buzët e mia. Love you, babe. Ky hikutet shumë të dy. Çdo ditë më shumë po rëndohet, i shkreti gjunash dhe djali i ri. Ai pe në Hungari se ç'bënin more. Kishte lezet. Pinin birra, jo se ty që pi këtë gazin. Të kam thënë këtë gazin mos e përdor më. Mos e përdor më sepse është i skaduar burri dheut. Kishte lezet atje. Pinin birra e qa birra shmët. Mira se tonat nuk i kanë, po që pinin birra. I dhanë dhe një shkel më një autokrati si Orban atje dhe kishte lezet, jo si ti, duke u rëzu rrugëve me Edi Ramën. Turp kesh! Nuk e fërë. A thu është më mirë të ndroj mallin unë? Nuk di, ato e di ti? Jesi, për te kësaj, gjithsesi, ne duhet të protestojmë, Renata. Duhet të protestojmë për të drejtat tona. Të protestojmë për çmimet që po rriten çdo ditë, për jetën që po bëhet gjithmonë më e shtrenjtë dhe për një shtet që është kthyer në një gjobvënës të vërtet. Për media duhet protestojmë që sulmohen çdo ditë nga qeveria. Për integrimin evropian që është bllokuar pikërisht nga kjo lloj qeverisje. Ato që në fakt bën dhe hungarezët që nuk e lanë vendin e tyre të dilte jashtë Bashkimit Evropian, të tjera me radhë që duhet i bëjmë. Domethënë, me pak fjalë Renata, duhet të jemi popull me S'po që drejtë. Popull me bisht.
Gjithsesi Renata, populli ynë është popull krijues. Më duket se po më thua që populli ynë është popull me... Ma po ato i ka dhe i ka pasur, e mbi ato ka luftuar. Po si që tha dhe Ilir Meta, tha, Partia Ilirista ka 300 vojokusha. Po Shqipëria, më Renata, kush është vojokushi i Shqipërisë? Po ne kemi Sali Berishën, o budallëj. Se edhe ai e ka përdorur topin? Jo, sepse ky është top vet, që e pasur jetën e gjatë, inshallah. Po ti thua kështu, po çfarë thot populli? E ndjekim. Protest, jo protest. Protest, jo protest. Ore, si zgjidh kjo puna e qeverisë Rama, baba? Si bjen ky njeriu nga qeveria? Çfarë duhet bëj opozita? A duhet bëj protestat, vazhdoj me protestat, apo kemi një plan tjetër? Ike se ngela me lule në dorë. Ma po dalë këtu në shesh, t'ju pyes ju, ma zgjidhni ju se me lule nuk zgjidhet gjë. Po ta drejtoje sot i opozitën. Si do ta rrëzonim Ramën? Mjep planin tënd, protest apo jo? Apo të mbledhni kështu tavolinë turmullakut i themi, shiko të luta mama, na mund të ikësh edhe ikën. Po kushta se ikën, se pushteti është i amër, në tënë botën. Si ta rrëzojmë Ramën, ç'a mendimi ke? Me protest apo jo? Jo, sa t'jetë gjallë Sali Berisha, Edi Rama ka... Sala atë, unë e kam mik Salin, po aman tashi t'i lëshoj rrugën të rinjve. E ke mik edhe e thua këtë? E them. Shiko sa i na ndjek si emision. Polita. Edhe do thot pastaj ma tha filani. Ti, me sinqeritet do ma thush, po apo jo, po ma thuj të vërtetën. Me ta ofru ty e merr për si për sot. Unë jam 87 vjet. Edhe Berisha më shënë si ka mosha. Po nuk mor djalë, nuk e bëjmë dot neve, ne janë thartuar. Qa të mungon ty për shembull? Dalësh në shesh e ti thush njerëzve, para rrëzojmë atë krye kriminalin. O lere, ma nuk bëhet ajo punë. Se e bëhet. Se ata s'po e bëjnë, thash po e gjej këtu në një që na tregoj si hidhet. Vetëm Gjermani me 21, 24. Ne, kur në ecën marrë me Ramën, se ta rëzën? Në ecën marrë? Po, Si të ecën marrë, a më mëso dhe mu? A mund me ecë dhe mu qik marrë? Si të ecën Po marrë? ta thash unë pjesën time për gjysmot pjesa ime, e kupto? E kom Se sekret. kështu të kanë thonë që po fole, po më thuj pjesën time, më thuj, Ato janë sekretet e tregtisë. po më thuj si mund të bëhem unë, jo ke ana jote, po ti në vendin tim që do bëj gjë tjetër. Duhet të ketë dhe nej shitje tjetër. Bo më servil, mos dalësh të rrugat, të morësh ato si quhen edhe moderator në studio, ke përësysh? Po si të bëhem servil të s'po gjej ku dal. Zanoti tjerëve, jo ime. Si e menon ti? Unë themi t'i vrasmi të dy. Të dy. Tene këte. Pa qeveri fardrin? Hiq. Ure si ta hedhim këtej herë. Ço do bëje ti për shkak protesta do vazhdoja apo ne keni plan tjetër? S'kemi si plan. Vetëm kaqe? Po kemi provu kaqe, s'po del gjë. Po kështu e qeverisjen ta. A ti shtojmë të numrin e fishek zjarreve që hedhim ma. Po më themi ti bëjmë të dy, ti fuzojmë Salën e Edi Ramën të dy ti grim ti bëjmë. E trim pak tane, jem vete ti kemi 35 vjet që jemi mësu pak ta. Hajde ndryshojmë thot. Oj ti, shit aty. Është në vete ky mo. Heqim ta dy thot. Po ne apo ti dhemi në lum pastaj. Rrim dot pak tane. Hej zoti. Po pse do ta rrëzosh? Po pse jemi mirë? Jo, po çfarë arsye? Po mi jam unë për shkakun kandidat. Bravo, Buti. Po pra, Buti mo. ore të ria i mirë është. Kush është mirë mo? Po Rama më mirë është. Ore ai vetë është mirë, po Po, shokët i kanë burg, po vetë mirë është Po ai. mi më shokët po bëre gabim ty të fuzin burg nesër. Po ky s'bë fare? Jo. Dej se sa fuzin burg s'bën gabim. Sala i thoshte, ke marrë kaq lekë, ku i qove? Ha. Çi futën burg? Edi na padë mikun e Trumpit. Ku ishte Bideni? Po pra po, ai miku Trumpit. Ai miku Amerikan ishte, ai ja futi Edi. Ai Ja Amerikan. futi Edi. Ë? Ai Amerikani. Ja futi. Është Ja hap çështë. ja fut Amerikani, ja futëm dhe bab. Ai sa ka Amerikani. Se ne Po kush ja futi? apo kryeministri mori lek bashkë me atë. Moj lekët. Apo ne? Ne s'pam gjë. Po çfarë fitove ti se? Shiko, njëri që Unë fitova këtë që ai ja futi me fjalë gjithë jetë Amerikanë na ka fut, ky ja futi këtë radhë. je mirë ti këtu në këtë vend. Po shumë mirë. Po mos isha mirë se isha këtu e burdhote. Do kishe ika? Po se këta njerëz janë këtu çishef. Janë të mirë, janë mirë thotë. Po ti që je këtu, ja keq. A për të shit volish atë që është rish tare të plasish drejt. Mos diskutojmë për mua. Si?
Leke unë, ke unë, e. Por, po që është, po je gazetare, por gjithë ditën aty me në televatyr, fut lekët i fut në gjep. A shu ajo? Ku janë? Let punoja, burë, do të punoja e tjetër që Falë, më s'kam dash me Jo, bezdis. jo, për mu bezdis sa du që Jo, jo s'kam burë. dash me bezdis, po me edhe timen, që hajtë ta rregullojmë. Ti thu po e bezdis, më falë. Po e bezdis tjetër, me let punoja, burë, dhe. Shiko, a Fali eti, qindra. qa ka vjedh, i ka vjedh. Nuk vjedh mo të shti. Hajde, miro pafshim. Bravo, miro pafshim. E, ku jeton ti? Në Angli. Të falë aty në Angli. Se na njofit. Nga Marseli thuj. Qa kemë burë dhe? Jemi mirë, vlla, kur unë them jemi mirë, jemi mirë. Cili je, cili je ti, more burë. Amo, a ndatë, a duhen protesta, a s'duhen protesta? Jo, a janë mirë, a janë keq, a duhet hedhur, s'duhet hedhur, se ndatë, e mirë, kur ta ndani më thoni, bëni planin ju, unë erdha, jam brapa. Hajde, për momentin, natën e mirë. Unë jam, Me gjera fjalla më Renata, çfarë ditë është sot? E diti? Sa i poshtër je, gjithmonë mua mi lë këto pyetje të vështira. Sot Renata është dita e tokës. O? Pa. E po, të na bëhet edhe 100 vjeç toka. Renata, çaj 100 vjeç thua mu? Po 100 vjeç po u bëft jetë gjatë sa tjetë njerëzimi, të gëzoj gjithë njerëzimi që do të vi edhe pas nesh. Si vetëm 100 vite thua ti? Nuk mjafton me kaq. Po jo, tani çfarë të veçantë ka kjo dita e tokës, unë nuk po e kuptoj. Dita e tokës, Renata, është dita e mbrojtjes mjedisit, e mbrojtjes së klimës, e mbrojtjes së ujit. Dhe me që ra fjala tek mjedisi tek uji, a e ke parë se sa të pastër e kanë mjedisi shqiptarët? Patjetër. Sa të pastër e mbajnë mjedisin, ku i Akullore, hedhin dhe akullore. si hedhin ato mbeturinat, a e ke parë? Ua, që thua ti? Si se kam parë? Po unë nuk kam lënë që ta shohësh kështu një video këtu një atje, të kam bërë një kolazh të bukur. Kolazh, për të shplodhur syt. Vetëm për ty Renata. Oh. Ndiqe. Me qenë se folim në për gjëra të bukura, dita e tokës sote, të gjitha këto e si ruhet mjedisi, unë do të paraqes një produkt që është më i pastër se nuk ke parë gjë më të pastër. Kush është? Uji Fab. Nëse dojnë të dini se si është pastërtia, se si është freskia, provoni vetëm kaq. Ujin Fab. Ky është më i pastër se pastërtia, më Marsel. Denonconi në numrin tonë në WhatsApp 068 900 90 50 dhe ne ju përgjigjemi tak fat. Në dërgoni foto dhe video denoncuese. Ne ju japim hapësirën e duhur. Po s'ma prit mua belin ashu, po më jeti një qik ato lekët që m'ke borç, hajde. Po qa lekësh Renata tani të shke, unë ti kam më hunë e herë, ti kam. Qa ke? Ore që mi kemi... Ua, ma o shetrurin këj mua. Ore që mi ke borç lekët, më kupton? Por, si shumë njohëm në pjesën e partë të emisionit. Hajde. Ua, po punë e madhe, po kemi pjesën e tretë. Po vetëm mos bëj zhurmë. Ore ti mund të kesh dhe 5 pjesë, po dua lekët e mia po të them. Ka që jam duke të thënë. Më sill lekët. Do ta marr erzin këtu. More Renata, po më kupto tani, shlyerja e borxhit është luks për mua, si t'ja lejoj unë vetes një luks të tillë në këtë moment tani. Është shpenzim i madh. Lutem. Ua, ky më lë pa fjalë mua, dëgjoj. Unë nuk kam parë borxhli më të zgjuar se ty. Po.
Po se jam ka që zgjuar unë më besoj njerëzit, moj. Këtu është Hilja. E kuptoj unë këtë, po bën mirë që t'i kthesh borxhet ti edhe shokët e tu, se puna jote ka shumë vërdall sot, kështu që lëri ti ato muhabete tani. Ka tjerë? Po ka të tjerë. Me thënë të drejtën, personazhin që do ndjekim më pas, do ta ndjekim sigurisht, më ka ardhur shumë keq për të, sepse ka një histori të trisht, si histori të shumta të cilat vijnë këtu në redaksin ton të Takfakut. Ai prej vitesh jeton në një rulot të vjetër. Është i braktisur nga familja sepse, si çdo personazh, kishte dëshirë të shiste shtëpinë e tij të vjetër për të përfituar një të re. Dhe pikërisht kishte bashkëpunuar me mikun e tij më të mirë. Pra këtë ja kishte premtuar miku i tij më i mirë. Ato 14 milion lekët e shtëpisë, miku i tij nuk ja ktheu kurrë. Dhe ai sot është i braktisur nga familja, nuk i flasin as fëmijët, madje dhe gruaja e bardhylit ndroi jetë pas shumë kohësh vetëm nga marazi. E kupton Marcel se në ç'vend jetojmë, se ç'histori dëgjojmë, edhe sa raste ka si bardhyli. Plot. Do ta ndjekim. Përshëndetje miq të Takfak. Sot ndodhemi në një fshat të Tiranës që quhet Pez Helmas, shumë pranë urës së Beshirit, me zotin Bardhyl Kamberi. Dikur Bardhyli ka jetuar në një shtëpi me familje dhe sot jemi në këtë autokamp ose rolo. Si ai arriti deri këtu? Po familja e tij ku ndodhet? Kam një histori të hidhur, si më thonë. Pa 10 vitesh shkova në punë si specialist në ndërtimi, lidha bashkë me njërin që punonte me firmë. Edhe ai më premtoi, tha, ai boj hyrje, tha, ne, tha, kam shit atje, edhe jap 14.000 euro për të marrë një gazaniere. Ja dhash lekët me noteri, edhe me imagjinu që pjesën e funit, ku me marrë hyrjen, me dhonë pjesën e funit 4.000-5.000 euro. Me kalimin e kohës, tha mu, tha, do të lej punën. Pse? Se përballoj do të punëtorë të ne, që si të bëjmë? Jo, do rregullojme, do t'jap hyrje, këtu do t'jap atje. Vazhdoj me mashtrime, më hapte telefonin, s'ma hapte. Sherr verbal kam bo me te, po s'kam fitu jo. Në këtë periudhë ju keni qenë me familje, me nuse? Me familje të rregull, shkaku i shkatërimit familjes s'ka qenë, dhoni e këtyne lekëvet, edhe fillova sherrën me familjet, me kalamajt, e me gruan. Vazhdojmë pjesën tjetër. Masaj kohë, që ku vind këqia, do me hap derën. Masaj kohë, nusëm smuat, qëlloj pjesë e Kollidit. E Covidit? E Kollidit, unë isha në Malëzi për të punu, për familjen, e kupta. Ajo, u bo për rrafmet. Nuk jeton më? Nuk jeton më. E kapi Kollidit dhe vdik. Kalamajtë që nuk më flasin, se thojnë, e para herë punë e lekut, në fillim, e dyta, pse higët i le nonën smunë, edhe kaluan disa vite. Si quhet personi në fjalë? Kullum Mirtëllari. Edhe ka një dy kaçe personi në fjalë. Unë si që shikoni, rri këtu. Shtëpi, pat me sy? Tha mu, tha, o ke fresku, ose ke qabet. Në këtë 2 pika, tha mu, ke për të muar të hyrjen. Kaq. Ana vazhdoj puna. Këtak doli, s'kam lek me dhonë, fillun punëtorët me ikë, i ngeli punën në dorë, se do të legë punëtore, se e kuptoj punëtore. Pra ku keni pasjetuar me familje? Po për para kam qenë këtë shabet. Me shpinë tuaj? Po. E shitët shpinë? E shitëm shpinë. Morët lekët? Shkaku ishte, morëm lekët. Që nga jo kohë ti nuk e parë shtëpi me sy, ti nuk e fjetur një natë në apartament të mirëfill. Kam 10 vite që rri rrugët. Rri me qera, puno, ne shtërngoha për t'jit 2 lekë qera. Sa ko keni që jetoni këtu? Në të relotën kam 4 vite. Sa herë komunikon me këtë personin që ju ka mashtruar? Komunikoj herë në mujtë. Aja ka bosi 3 ditë, o bardhe më thot mu, nga funi mujtë, thot i ke, do t'i mundohem t'i gjenja 2.000 euro. Kaloj vit, kaloj 2, kaloj 3, anë ka shku sot 10 vite. 10 vite. Me ata lekë s'mera shpia si gjo, po të paktën,
Me moj relot më të mëkt. Po. Të lutem. Na lejoni të futemi brenda të shikojmë pak kushtet. Atëherë, Si që shikoni, kjo është shtëpia ime. Tu flem gjumë, ja, këtë divani këtu ke gjumë, ja. kur ju jeni vetëm, çfarë mendoni? Mo tepër përmallohem kur ndalin lot kur shikoj hap internetin, e dalin ata prindrit që rrinë me fëmijë që i kanë ikë jashtë shtetit, ja për lotën, ja bohen, ja s'm vjen fëmija, ja mo tepër aty se sa vetë jam i çik guximshëm kështu. Por për lotja ka sa dush. Fëmijët paktën merren telefon, me të thonë ku je, ose çka ke bë. A kupto? Jo fare. Nuk i marrin. Fare më s'morin. Çfarë masash morët juve për t'i marrë lekët mbrapshatit? Drejtova e drejtori qendrore për krimin ekonomik. Doli një prokuror, pas ke marak se do ta kapim ne. E kapën ato me telefona puna atyre, hyn merrem telefon të bëjmë gjon thonë. 3 denonsimin thonë, edhe të bëjmë ja noteral me qëllim që t'i jap lekët muj për muj. E bone këtu. E bone se thash kush e di, po më jep copa se sa hiç. Sot kemi 2 akte notariale, por që nuk pinuj. Kot, ma letrat kot, për mu janë kot fare. Por ama, këto 2 aktet notariale është e vetmja shpresë që ti ke për të marrë ato lekë. Nuk ke shpresë tjetër më. 2%. Bilon bo. Do tentojmë që së bashku të kapim zotin Pëllumb dhe të negociojmë. Ne do luftojmë që ti të marrësh ato 14 milion lekësh dhe që ti të marrësh një rëlot më të mirë se kjo. Ju falenderoj nga zemra. Me thënë të drejtën, Marcel, histori më fatkeqe nuk ka. Me thënë të drejtën më ka ardhur shumë keq. Një prind që dergjet në këtë lloj mënyre i braktisur nga të gjithë, nuk e di. Si thot Pëllumbi, ti kam thot. Po për sa kohë ja ke, ja di që ja ke, jepja pra. Jepja, sepse jo vetëm i ke marrë para, po i ke shkatruar jetën, i ke shkatruar ato vetë, i ke shkatruar familjen. Dhe siç thot një shprehje shumë e vjetër, thot borxh as mos jepni, as mos merrni. Se borxhi që jepni ndonjëherë humbet bashkë me mikun. Po kush e ka thënë këtë më Renata? Kush e ka thënë? Mos e ke thënë ti më? Tani unë e ka thënë një kokë e zgjuar. Vërtet, unë jam kokë e zgjuar, po e ka thënë një kokë shumë më e zgjuar se unë. Shakespeare. Edhe Shakespeare ti pas kanë marrë borxh. Unë e vete? Ti Pëllumbi rrezik edhe ti apo? Nuk e di, po kishte edhe ai shumë të tillë. Gjithsesi, ne, si Pëllumbat, shkuam të takojmë Pëllumbin. Ne kërkojmë Pëllumbin. Përdo? Kërkojmë Pëllumbin, djalin. Pëllumbin. Ashtu, Pëllumbin ju e keni djale apo dhëndër? Djale. Ashtu. Tani, ne kemi një denoncim, Pëllumbi ka marrë disa para borxh. Dhe ne kërkojmë tani që ju t'i çoni fjalë Pëllumbit, që kur të vi nga jashtetit, ku është ai në Greqi, ku është ai? Në Greqi tu bëfsh. Në Greqi. Kur të vi nga Greqia, të lutem, njoftoje të na telefonoj, të heqi qafe ato borxhin sepse i ka shkatarru familjen komplet këtij zotëris. E di. Ka ardhur një dyrë tjera. Gruan nuk e ka më. Kalamajt i kanë ikur. Vetëm për çështjen e atyre lekëve që ja ka marrë Pëllumbi. Ndodhemi tek shtëpia e zotit Pëllumb dhe pasi ne i trokitëm, doli e joma e tij. Kur do kthehet? Ka thënë gjë? Po sigurisht di kur do kthehet. Pa ju të rri aty në Greqi do ti. Po. Më shumë se një muaj nuk rri. Kjo e ke parë. Edhe një herë neve ju kërkojmë shumë ndjes. Ju kërkojmë falje edhe një herë për këtë mënyrë se si erdhi. Më vjen shumë keq. Faleminderit shumë. Merrem se mos ja kthe dorën nonës. Për këtë kom respekt kjo. Ta marrim dhe një për djalin. Faleminderit shumë. Ju urojmë gjithë mirë. Mos keni merak fare se ja ku të vish hoqën punë. Okej. Eshëm punë. Jena jo ja punë e vje. Shumë faleminderit. Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Falem.
Ne sot kemi qenë tek shtëpia e zotit Pëllum Myrtollari dhe i lam një haber të jo mësë ti për borxhin që ai ka marrë zotit Bardhyl. Atëherë, ne këtu kemi qenë diku nga ora 10 dhe ai e ka marrë në telefon diku nga ora 11, pra pa u bërë akoma ora e plot. Zotria, pa kalu një orë e ca që patëm shku të shtëpia, bie zilja me WhatsApp direkt nga Greqia. Kush jene, jam Pllumi. Qa problemi ka? I thashun, që të bësh me mu? Ora tha, ishe revoltu, kuptoti, sepse kanë ardhë, si ka thone që kanë ardhë televizionit, edhe kemi lanë, tha mu me datën 25 prill, më tha mu, ora zotri, thashun, sa 25 a ke kalu, thashti, me mu nuk ban ma. Alo, përshëndetje, zoti Plum si jeni? Mirë, si jeni. Mirë, unë jam Andi Labuti, gazetar, tek News 24, emisionit Takfak. Si jeni? Mirë. Gëzohem. Unë këtu jam së bashku me zotin Bardhyl dhe na ka ardhur një denoncim po nga ky qytetar që ju i keni marrë para 10 viteve një borxh diku tek 14.000 euro në atë kohë. Dhe nuk ja keni shlyer, që nga jo kohë. Kam shlyer ca, unë kam lënë ca pak e nga pak. Sa? Nga 14.000. Po një ca e kam dhenë. Ja jetë ca 700-800 euro ke dhonë, mos të një ca kot. U bërdi a tash me 200 filmë me mu, sotri, mos më bë filmë shumë se... Po jo mi 700 sa tu ashtë teorit. 800 euro më ke dhonë, mos thuj milionet ca, i mje ca, mos thuj kot, i mje ca. Po tash e njerë 200 të bërdi. Urda? Po tash e njerë 200 të vetëve. E nese nuk nga prish punë, hajtë, nuk ka qenë. Nuk ka prish punë, mos exagero dhe mos po vazhdojnë prapë po në mashtron të shinë sytë kamerës. Po nuk mashtroja jo, po nese nuk ka problem. 800 euro ke dhonë. 800 euro, s'ka problem, hajtë 800. S'ka problem. Dhe sa të tjera i keni? Tjerat kur të vija ty të takoj si jam Greqi, këto vija ty të takoj bashkë, edhe me Bardhin edhe me juve. Po të arit, ha. Sa do i jepni Bardhit para prakisht dhe pjesën tjetër pastaj, sepse ajo do shlyhet e gjitha. Por që... Pa tjetër të shlyhet. Po tani pa tjetër duhet ishte shlyer që para 10 viteve për atë punë, por... Po ashtu kanë ardhur gjërat me, se edhe Bardhi... Po mirë më zotri, ju e dini që për atë 14.000 euro të asaj kohë i është shkatruar jeta e Bardhit, pra sot është pa një familje, sot jeton në një rulot dhe e keni lënë në kushte mizerabël. Dhe pastaj thoni kështu më erdhën gjërat. Po fletën çiknare të tim duket. Pse po flas në ajër? Atëherë ai pranuat vetë që ju i keni dhënë 1000 euro dhe aq nuk i keni dhënë akoma. U shokoj disi ja lek di. Atëherë kur do e jepni lekët e Bardhit? Keni 10 vite që e keni mashtruar Bardhin. Ore mos merr me atë punë tash. Unë nuk pres që ju të më merrni në telefon sepse ashtu siç keni mashtruar Bardhin, nuk doja pranoja, nuk doja lejoja vetes që të mashtrohesha edhe unë. Për 4-5 ditë jam aty. Për 4-5 ditë? Po. Me lekët me vete, besoj? Ure do i takoj, pa lere me lekët, se do vete djetë bankën, ure ti jam ty edhe atje. Tani, të lutam, po kjo është qëllimi që ti do takohesh me ne, edhe ne duam takojme me ju. Tani, e mira do ishte që kur ne të takojemi përpara kamerës dhe ju të bëni një pjesë të shlyrjes. Po jo më kamerës, se s'dua kamerë unë që kamerë atë, të takojmë i kështu pa lere kamerë. Të lutam. Të takoj për 4-5 ditë marrë telefon me Bardhin mi takoj. Po, për 4-5 ditë do më thënë me valigjen me vete dhe ta mbyllën këtë punë. Siç e dëgjuat edhe vetë, zoti Plum na qënka në Greqi dhe na dha fjalën se për 4-5 ditë do të vi këtu. Unë insistova që ai të vi me valigjen me parë dhe atë 14.000 euro. Shpresoj që zoti Plum t'ja kthej ato lekët. Shpresoj vdes e fundit, por unë kam një ftofje totale. Shpresojmë që ai ta mbajë sërish fjalën, në të kundërt ne do vim sërish tek shtëpia e tij derisa ato para të shkojnë tek i Zoti. Ju falenderoj nga zemra, juve, për emisionit Takfak, për mënyrën, gentilesën dhe saktësinë e veprimeve që keni treguar. Jam mirënjohës edhe mbajmë shpresa. Ndërsa unë garantoj që do ja marrim se s'bën. Faleminderit juve. Po e tha Shakespeare shkret, ma e tha, po... Me që më kujtove Shakespeare, është pirë birë në kohën e Shakespeare-it? Nuk e di, s'më kishte shkuar mendja, por di vetëm që historia e birrës shqiptare fillon me Korça. Dhe kjo është
Absolutisht e vërtet. Edhe unë vetëm Korçapi. Edhe unë, këtë radhë zjedh Bjonda për shembull. Ja, gëzuar. Korçare, ti e nuri bukuris shqiptare, nuk thonë në kot Korçare, o hiç fa. Ke belin sot me disa të borgjit s'ma ktheve, po deri në fund të emisionit do të ma kther se s'bën borgjin. 068 990 50 është numri joni telefonit të vënë në dispozicion për çdo hall që keni. Faleminderit që kontaktoni me Takfak dhe na besoni. Ore, kjo gjua shqipe është shumë e pastër. Ndryshe ti si thua shakas? Shakas, ku dëgjon hajgare. Që është më ky hajgare tashi? Po si tjetër? Gallat o burr? Gallat edhe gallat është po. Po neve kemi dhe fjalën tonë shqipe, të bukur, qyfyre. Me njëre kuptove besoj që do të kalojmë pak të rubrika jone preferuar tek qyfyret. Ta shikojmë se ç'kan katranosur disa nga personazhet tona këtë javë. Marcel, çfarë do thot pallat? Ndërtes. Po rrënja e fjalës pallat, kush është? Pall. Je vet. Më di e kisha për pallatin. Prit, pra tani dëgjoje pak emisionin e Klevit në mëngjes. Fjala pallosh e kam dëgjuar disa herë këtë. A mund më shpjegosh çfarë do thotë? Tani rrënja besoj se e kupton nga vjen apo jo? Ja, të them unë ty për shumë pi zotëri, je pallosh kokë këmbë. Tani me këtë. Të çendit je mirë. Ik më zotëri mirë pafshim, hajde. Po ik, mbyllë, ik. Ik ore se këtë muhabet keni ju po ik. Ik më zotëri mirë pafshim, hajde. Na dha s'të kam pyetur, cilin emision ndjek në mëngjes ti? Unë në mëngjes me të drejtën ndjek Kel Demin, emisionin e Kelit, sepse më pëlqen Keli, sigurisht, por edhe ka tema interesante të cilat i trajton me elokuencë. Të drejtke. Unë për shumë e kam parë këtë temë në fundit me Çunin. Mësoj Çunit bëj çajmi? Sigurisht. Do kemi edhe ne një shoqe e cila e do ketë edhe ajo shtëpinë e vet të barit, domethënë greenhouse. Jo, më jo. Jo. Maça po, kështu çaj e shil po. Arsel çajin me kujdes, jo një lugë gjelle siç ja futet ti tani. Jo, më jo. Jo. Maça po, kështu çaj e shil po. Ja më në fund një emision gatimi Marcel që ka lezet dy nikoqiret të shikosh më përpara. Po një sekond më Renata më lër ta shoh këtë emision se s'divja s'bëj bukën me gjalp. Prit mësoj diçka. Neve na njohin kështu si gazetar, Nila, po mendoj se ne nuk kemi. Kemi vendosur bukën për të thekur buka të dojgjë. U dojgj buka? Është Mariam Surdaka. Kush guxon të hapi burrën tani? Do më thënë, ky është sekreti, kështu gatuajnë të gjithë me bukë të djegura? Kemi vendosur bukën për të thekur buka të dojgjë. U dojgj buka? Është Mariam Surdaka. Kush guxon të hapi burrën tani? Marcel, buka e djegur është baza e kuzhinës, por ti me karar. Ky është vetëm fillimi si edhe fillestar, më kupton? Kemi vendosur bukën për të thekur buka të dojgjë. U dojgj buka? Dhe tani do të kalojmë në rubrikën sportive. Renata, besoj që këtu s'do kemi banalitet, e? Absolutisht, këtu halli dhe komenti është preciz. Kemi vetëm halle golash, halle minutazhi sporti, edhe kulturë, më vlla, kulturë. Po le zotri selam nam tani. Ti ke editorial jo dhe ke përmend 5 herë fjalën bal. 5 herë. 15 herë do ta përmend. Okej, përmend 25 herë. Është neveritshme. Jo më jo. Është neveritshme. Në çdo fazë e njerëzve që flasin dhe për brek, dhe për sytjena, dhe për bukë, dhe për politik, punëton dhe për futboll tani. Hajde motra, u hap denguri, hajde. E njerëzve që flasin dhe për brek, dhe për sytjena, dhe për bukë, dhe për politik, punëton dhe për futboll tani. Ja pra kjo ishte edhe rubrika sportive për këtë javë, shihemi javën tjetër me Dengje, kështu me rubrika të tjera sportive. Por ju kam thënë kujdes, nuk mjafton të dilin ekran, po kujdes se sta falë Renata rri rrut gjithë ato ekranet shumë për të parë se ku janë gabimet. Renata, ky është skuthi, ky i bën të gjitha pisliqet. Unë nuk bëj asgjë. E rëndësishme është që të ruhen, që si ka unë apo ti tani. Që si ka tani, si e kthem pllakën. Duhet t'tregojmë sikur jemi kështu në unitet me njëri tjetrin. Më lëre hac se s'ka rëndësi kjo që po thua ti tani, as ti, as kjo që po thua, sepse kemi ardhur në një rubrikë shumë të rëndësishme. Foto, video, denoncuese. Fundja për këtë e bëjmë emisionin Tak Fakt. Foto e parë është një denoncim që na vjen nga rrjetet sociale. Dje keni lënë nam. Në mes alegrisë së festës, ju pronarët e lokaleve kishit fikur që në mëngjes ekspresët dhe nuk shërbenit kafe. Në përmet kjo,
Sigurisht, djekin e lënam duke u hequr të drejtën klientëve të porosisin kafe, kakao, salep, çaj, çfarë përmban Ekspresi. Djekin e lënam duke i shtuar një njollë të zezë turizmit që po përpishemi ta ngre me aq mund nga sot e tutje, cili lokal bën dallavere do demaskohet publikisht e do t'u bëjmë antireklam. Pra, nga rrjetet sociale, faqja Bashkësia Përmet me shumë të drejtë na sjell këtë denoncim. Dhe ne presim gjatë gjithë kohës foto, video denoncuese pikërisht për të nxjerrë dhe këto problematika që në fillim duken sikur nuk duken nga njerëzit në pamje të parë, por pikërisht në moment që ju i sillen tek ne, bëhen publike. Do vijojmë në një tjetër video, tashmë vim këtu, në zemër të Tiranës, në qendër, këtu ku është Shqipëria turistike. Ja, kemi vendosur që Buzlanës të mbjellim mbeturina, që masi mbjellim fillojnë të rriten. Patjetër se është dhe periudha pranderës tani, po. Ja, ky është lumi i Lanës, kjo është një video tjetër që ka ardhur në redaksin ton, me sa duket kanë qenë për momentin pak pushim ata që duhet të merren, pra pushtet vendor, por jo vetëm. Ne i bëjmë thirrje që të jenë shumë më të kujdesshëm, mos shkoj puna që qytetarët të bëjnë denoncime të tilla, por organet kompetente të bëjnë punën e tyre. Sigurisht. Video denoncim këtë radhë i treti dhe vjen pikërisht nga qyteti i Pogradecit. Thot qytetari, kam një shqetësim shumë të madh sepse rruga është pa drita dhe kjo sigurisht që sjell edhe burime aksidentesh të ndryshme, apo jo Marcel? Po patjetër, po unë mendoj që është lënë enkas dhe jo sepse nuk funksionon shteti, po është lënë që të bëhen më vigjilent shoferët. Mirë për këtë, po pse do të harxojnë lek ata? Moj e ka për qëllimin e mirë shteti, moj që të kuptoj, në ke një drita, dy drita, si ta kuptoja i se gjatë ditës nuk e kupton dot. Absolutisht po, shikut ka shku menja mërburi dhe jo. Vetëm mua dhe shtetit da shkon mendja në perla të tilla, dhe ju e dini se ku mund të dëgjoni perla të tilla, i dëgjoni këtu në Tak Fak. Na more mendjen mërbur. Po ta mora mendjen, po për këtë javë mbaruam. Natën e mirë dhe shihemi javës tjetër. Natën e mirë.